Mas sa vjetëve gjete familjen. Nuk të pranun. Bile që të njashtë. Mër Allah. Shtaj me e këtë djallë se e ka zamrën e mirë. E të kalon edhe këtë sfitë. Zotni? Këtu janë tishat e besartit edhe dikush o të e thirë të në kun telefon, mos në ashtu është në familjar. Faleminderit. Bes, ku je? Që sa jam të të thirë? Nuk jam besarti, afrimi jam. Afrimi? Më falë, Afrim, po jëmë bu me rakë që sa jam të e thirë besi nuk po më përgjigjet. Besarti nuk mundet njerë me folë. Afrim, të lutna, po ma e besartin se që një orë jam të e thirë edhe është të mu dashtë? Gëm dona. Besarti e ka pas një fatkeqësi edhe nuk mundet për momentin me folë në telefon. Çka ka pas? Pse çka i ka ndodhë? E kam plagos. Në spital është, në sallë të operacionit. Kush e ka plagos? Mos jetu po hajgare? S'po bëj hajgare, jo, po këtu jam në spital edhe unë. Në cilin spital je? Nga, mos u shqetëso, mos u gotë se bëhet mirë, po... Afrim, të lutna të regom në cilin spital je? Ka dalë, s'ki nevoj muniz, mos u gotë njerë, se... Afrim, të regom në cilin spital jene? Jena qëtu me një spital privat, që po ta dërgoj në lokacionisht tash. Okej. Ky është familjari i pacientit. Faleminderit. Ju e keni thirrë ambulancën apo? Jo, unë jo. Mu më ka thirë veç një numër i panjohshëm më konë. Kush ka thirrë? Numër nuk unë i panjohshëm, privat. Veç të rënë thanë u plagos, hajde në spital. Çka çapo? Po, qashtu. Veç shkurt u plagos. Çka e ki viktimën? Unë e një djali mirë, ka ardhur pi Gjermanisë. Nuk ka ai që është i këtyne sanave, i urt. Kur ka ardhur pi Gjermanisë, unë taksist, ai që shtu, kena dalin na bo shok. Shok, Shok, ka ardhur ai me gjithë familjen e vet. Familjen? Familjen e kujt? Familjen e vet, se ky në Gjermani u rrit, pa bab, ka ardhur me ly babën e vet, nona vet, pak para se me dek, i ka kallëzu edhe... Ndaj konflikt, ndaj problem kohës fundit? Jo, konflikt s'është që ka pas. Pa, e ka pas veç një mos marrëveshje me një burr, Raifin. Raifin. Kush është Raifi? Raifi është daja i burimit. Daja e burimit. Burimi? Burimi i bjen ky me pas vlla pej babës. Ky vlla prej babës. Okej. Çfarë mosmarrëveshje kanë pas këta? Kena konë të shtëpia babës këtij edhe
herën e parë s'është që na pritën mirë. Tani, herën e dytë, kur henëm, dol, na kërcënoj me allti, Raifi. Raifi. Edhe u bo puna pak ma rrezikshme si situata, unë kupton. A menon që kjo ka të bëjë me plagosin? Paj, s'po di be, këtë vetëmin problem në ashta që e ka pas, u konë që kë. Tjetër problem kjo s'është që ka pas, o burë. Kur ka ndodhë kjo? Tje para dite. E në momentin e plagosjes, të ke qenë me viktimën, apo? Ja, unë jam konë gjumë të flajt, kalzova. Ka thirë një numëri pa njëfshëm, as në bëj, as kur gjë. Vesh më thirën edhe më thanë, hajde edhe një njeri më quj ma drejt në spital këtu. Nuk kina ide se kush mundët më kohë mas për me bo kesh këti djali? Po të kalzova burë, kjo s'është që ka orë për ato punë. Kjo ka orë me lypë veç kush është. Familjen e vetë, kur gjë tjetër. S'është që u i këtyne sa hana bre. Duhet me t'i marrë do të dana. Në të rëftimin? Që është? Nesër duhet me u lajmëru në stacion. Okej. Kena me marrë një intervistë më detajume. Okej. Mos u largo prej shtetit, po më lajmëru. Rregull. Natën e mirë. Natën e mirë. O, besartve më së mle vetë. A jeti afrimi? Po, unë jam. Ku është besarti? Besarti unë sallë që atje, s'ti që auto, bo s'di sa një që kërë. Ka dalë, ku do me shku? Po shkoj të asho... Po s'loj me hi, hade qëtu. Po budu me po! Po hade ullë qëtu njerë, hade, ka dalë, që të sallë, hade, se bëhet mirë, ka dalë, ullë qëtu, hade. Se, qa me vështë është, ka ndodhë kjo.